Përshëndetje, jemi në podcastin Flasim Arbërisht dhe sot do flasim për arbërishten e cila flet edhe me gjuhën e veshjes. Është kënaqësi t'ju bëjmë dije që e ftuar në ditën e sotme është zonja Elisabeth Delia Di Cerceto. Faleminderit që pranuat ftesën për podcastin ton. Mirëmbrëma Artur, faleminderit ti. Është një kënaqësi e veçantë që të flasësh me një zonjë arbëreshe e cila mos gaboj unë një edhe gjuhën arbëreshe dhe gjuhën shqipe, që është e njëjta gjë, por që janë dialekte të ndryshme. Fjas arbëresh, shkruanje djovasi arbëresh, shqiptar Pak. një cik. Një çik. Megjithatë, në ky podcast synon në një farë mënyrë të demonstroj që pavarësisht se unë flas gjuhën shqipe, pra gjuhën letrare, dhe ju flisni gjuhën arbërishte, që është shqipe arkaike e italianizuar, ne kuptohemi mrekullisht. Si, kuptohemi. Po, kuptoj. Kjo është gjë e rëndësishme. Më tregoni një çik për këtë veshje të bukur, cilën e demonstruam edhe për shikuesit e kanalit Artur Nura Çenot. Çfarë prezanton? Sa vjeçare është? 6 sekuj. 600 vjet. Kjo është veshje e nusës. Nusës veshin kështu. Veshje është ka shumë importanca për ne. Pse reprezentanën kulturën jonë, gjuha, religione e veshje nusës. Te katundi im, të veshjit e nusës, bëshin i bëj i dhëndri. Lo sposo, i dhëndri, ganjur. Dhëndri bën të fustanin veshjen e nusës. Sì, sa të dimostrari gjithve se ai ishi bugat, ishi fort. Pra, ai ka pasur lek, mund të jetë ekonomikisht i zoti, edhe kështu gjërat duhet blente veshjen më të shtrenjtë apo jo? Më të shtrenjtë, më të me ar janë të ngrakuar. Po, janë të gjitha me ar ato. Si, gjithë me ar janë të bënura. E ai është mi bugat, mi fort. E nusja është kutjen, pse veshja është e bukur. Pse pra nge vëj ndënjan, nge vjoj, e uzari, vënur kur ishin festat. Vënur kur ishin festat Nataleve, Pashka, o kur ishin që martohej një tërvashës, pakzojnë një fumijë, vëjnë këto veshura. Edhe vijin të vënura ndë varë me këto të veshura. Po. Shumë bukur. Pra, juve këtë veshje e keni të trashëguar. Do të thënë, e ka pasur stërgjyshja juaj që ka ardhur, po si, apo edhe kur jeni martuar ju, ja u ka bërë bashkëshorti këtë dhuratë? Vazhzat martohen me të veshurat të bardhë. Po. Nga martohen më kështu. Më ashtu. Këtë vesht këtu e kjepa u. Nga marta u e kjepa u. Po. Katanania ime, a jëme nana, veshe kështu nga dita, jo me këto lambadori, veshe me ata giornaliere. Gjatë gjithë kohës me këto veshje apo jo? Ka jetuar me këto veshje tradicionale? Si, gratë veshin me të veshura tradicionale, nga dita nëni u buartin pse janë një cik skomodhu puru, jo nga dita. Janë të kushtueshme, nuk janë praktike si veshjet e sotme. Ama janë të bukura sa s'ka më. Janë të bukura si Ilirën dhe Kijel, janë shumë të bukura. Ju, kur e vishni këtë veshje? E veshje sot apo stafat për intervistën? Ku shkoni në dasma, në evente, në gjëra, e vishni? Sot e veshja për intervistë, e pata shumë pjëgjirë sot e vënja. Edhe kur bëjmë valet, në gjithë katundet arbëresh, valet zën nga të muajin e prilit, dhe qivit, e pra bën gjithë katundet, Shën Sofie, Kjana e bën ndë paraverë, muajin e lujit, e pra spiqarin ndë september shumurtir. Ma shkojnë dhe gjithë katundere, na vim të mbitartur, na kem l'associazione gruppi. Kur bëni festat e vishni, apo jo? Festat e flamurit për shumë. Kur bëjmë e pra bëjmë anche shumë servizi fotografici, shooting fotografici. Shumë giornaliste në pjensa të vëmë të veshurat për shooting. Shumë bukur. Tashi, juve sa po më tregua që ishit në një konkurs të poezisë arbëreshe. Dhe keni fituar çmimin e parë apo jo?
Sì, vincirta të parin prem, concorso nazionale di poesia in lingua arbëresh. Pra Quindi, konkursi kombëtar i gjuhës arbëreshe, i poezisë gjuhës në gjuhën arbëresh, arbëreshe. kontar d'Itali, ishin shumë kështet që shkruetin poezi Që arbëreshe, vini nga ishin gjitha komunat arbëreshe, apo jo? nga gjithë komunat të arbëreshe, ore arbëresheve nga Palermo, ishin nga Molise, ishin Puglia, Basilicata, ishin nga Kosova, nga Albania, Mhm. ishin edhe nga Argentina. Pra arbëreshet e Argentinës, po. Arbëreshet që janë në Argentinë, E, perché arbëreshet që janë ju me largu, sa fjasin duket, arbëresh. ju me sa kuptova, unë keni dhe kushuri në Argentinë. Si Po, komunikoni me ta? u kam kushirin të Argentinë, kushirin të tatës, papaut, Mhm. ziret e tata, però na essere papau Mm. in famiglia, kushirin të papaut unë fjas spanjol, ata nga fjas italiana, ma të di fjasim arbëresh. Pra arbërishtja edhe ke arbëreshet e Argentinës jeton njësoj si ke ju. Sì, Tashi na fjasim tregon arbëresh, çik poezin të lutem, me cilën ke fituar. Si titullohet? Dhe nëse mund na recitosh në një varg nuk do ishte keq. a titulohet Shpirti arbëresh. Shpirti arbëresh, shumë bukur. Titulohet Shpirti arbëresh, dhe çdo mund e lejirim. Mhm. Sa i gjenj bi computer. Juria prej sa vetash ishte e përbër? Ishin 15. 15. Pas kanë debatuar për çmim, se 15 veta nuk janë pak. Jo, nuk janë pak, nuk janë pak. Ishin gjithë përujsuj. Mhm. Nuk e ke fiksuar në memoria Jo, akoma. e kam. Po, urdhëro, se jam me sy e Ka të vesh bëu kemi ne kjejt. në Shqip, po. Ka të bëu kjejt. Un sekond. Një Po. moment. Ok, allora. Mhm. Shpirti arbëresh. Mhm. Është mbrëmnet, e shomi këtë katun darbresh që largu. Duket një përzep t'i moqëm, i bën me gure. Ato që më panë të vinja nga një de i largërish. E të zgjidhja këtu, majet, sa të ngjidhja një jetere. Është natë, e shomi sekuj që më shkojnë për para. Figurojnë të shumë i bashkë, gjithë ata që ectin dhe këto rrugat të ngushta, që më sultin brenda ata, pandjerë rëndëzin e tim, po vetëm nostalgjin e ngrohtëzin e tim. Dihet, e shumë i djeli që ljehet nga majet që mbajnë shehur atë dhe unë tim të vjetër. Rezet ditrezojnë zëmërat e botës e time, arberia ime. Drita zgërngjindjat e time. Janë të lëvisur e të gëzuame, të lëvisur e të gëzuame dhe një ditë festës. Gratë të bukura sigure e rëndëzishme, veshin petkat e nusat një herë. U jam brenda to, djenë shpirtin e tire që kjeshën. Është me nadnet, e shumë i gjindjat e time që mbiden bashkë ndësheshe. Djenë zëmërat e tire që bëjnë si kur një. Dhe burrat tringolojnë instrumente të vjetra me njëjtë ritëm. Miren për dorë, zënë më sërresin me valën e tire. E gjithë një here, këndoj një tërherë. Zërë im shprihet dhe këngët që janë me mua nga herë. Është një tërherë mbrëmnet, festa u kilua, bashkë me të edhe djaljerat, ardhmia ime, burrat e grapra në zjarreve, rëfjen nga u, nga motërave që në ngjirien mos një herë. E njëri ngrohtë të bred me jesh lunaza, do gulisen fakjet, jam u që falji. Prirem të pushojnë dhe zëmërat e tire, si bëra për sekuj, njëra të ki afër këndim, njëra të ki afër frim të shpirtit arbëresh. Shumë bukur, e mrekullueshme, tamam shpirti arbëresh. Po, më Shpirti trego, arbëresh. ju keni një familje, e keni shqiptar arbëresho italiane apo arbëresh? Familja juaj e vogël. A ju Kam keni di dy fëmijë fëmijë. mos gaboj? Kam di fëmijë, një ganjune një vashës, ganjuni ka 8 vjeçe, vashza ka 4 vjeçe, im shoki në nga është arbëresh. Është italian. Është italianë, ai është kutjent se u fjes arbëresh. E është kutjent se fjes arbëresh fëmijëve. Ma ai nga ndijon arbëresht. E u i fjas, ma është një cik difikulta pse televizionën nga fjet arbëresh.
Cartone animate. Nga shfare gjë për kreaturë të bënur për kreaturët arbresh. Na bëjmë vetëm cikamika arbresh për të met. Nuk i bëjmë për të vegji. Nani, la Rai është të bën shumë cikamika të bukura. Në radio, në televiziona. Ma ka të bëjnë puru për djallat. Ka një gjë që në televizioni shqiptar digitalbi, jo shtetërori, po privati, ofron kanale në gjuhën shqipe, jo arbëreshe. Ndoshta duhet sugjeruar atyre të bëjnë ata një program arbëresh, se ato mund ta shohësh në çdo kënd të botës nëpërmjet sistemit digital. Nuk do ishte keq për ta përdorur. Megjithëse detyrën që bën mamaja juve nuk e bën dot televizion. Sì, nga bën televizion, atë që bën mama nga bën televizion. Però ganjon të vazhda në ne janë shumë attratti, gli përkjen shumë internet, televiziona, video, YouTube, e na këtë gjëjmë in modo sa të hijim nei loro interessi, tek ato që përkjen atireve, këtë him tek ato që përkjen atireve me gjuhë arbresh. Duhet kulturë pedagogjike dhe në familje. Dësh na uzarim un'imposizione, në fakt që ka të bëjmë e basta, ata në nga bëjnë. Këtë jem na, in un modo dolce e hole, këtë hijim tek cikamika që interesarin atireve. E hole, kjasim gjuhën. Pra, ovviamente, dhe që fjetë mëma, ganjoni e fjetë, vazhë e fjetë. E kanë dhe vesh. Kur e flet mëma, unë kam një nip edhe një mbes, të së njëjtës motër, një mbesa jeton në Gjermani, është e martuar me polak, ka 3 fëmijë, të 3 flasin shqip. Nipi jeton në Prag, ka 2 fëmijë, nëna nuk është shqiptare, është çeke dhe nuk flasin shqip. Kështu që roli i nënës është i mrekullueshëm për tramandare, për të trashëguar gjuhën brezpat brezi. Kështu në rastin tuaj është domethënës besoj. Gjuhë e mëmës është gjuhë e mëmës, është gjuhë e zëmërs. Jo rastësisht quhet gjuhë e mëmës. Nuk quhet gjuhë e babait, po quhet e mëmës. Jo. Gjuhë është e mëmës. Po për të rinjtë e tjerë, çfarë sugjeroni të bëjmë, se për fat keq ata nuk po e mësojnë si juve gjuhën, që e keni trashëguar në 6 shekuj. Një pjesë e tyre nuk din ta flasin. Një pjesë din. Por si mund të zgjidhet sipas jush kjo gjë? Mund bësohet në gjuhën skollë. Duhet mësuar në shkollë. Do mësuar në shkollë, do mësuar me un metodo unico, që të jetë një gjuhë vetë. Però unifikuar pra. E unifikuar si, ma ogni katund që të kerë mjeshtri që di si fitet në katund. E kreaturve që ti thorë. Po. Kjo fjaj thuhet kështu, ma te katundi itë thuhet puru kështu, edhe kështu. Pra e pasuron gjuhën zyrtare të unifikuar, e pasuron me dialektet e secilës. Mama fjet dialekt. Po, sigurisht. Quindi gagnuni ka të ndjonjë dialettin arbresh, të katundit arbresh. Però chi ti gjindjat që vinë nga katundërave që kitë mësoj, con una linea comune, me un indirizzo solo, che kanë vetëm un indirizzo, però che ti nga katundet, sa dina fjaja. Pra ju sugjeroni që docentët, mësuesit e gjuhës arbëreshe, pasi gjuha të futet në kurrikullën e shkollës, të jenë lokal, që përveç se të mësojnë nxënësve gjuhën e unifikuar arbëreshe, të mësojnë edhe dialektet, pra të japin edhe interpretimet dialektore, dhe kështu mund të pasurohet edhe gjuha unifikuar, apo jo? Si. Kështu salvohet gjuha. Ma gjuha salvohet dësh na krearim momente bashkë që attirarin l'interesse të kreaturve, djaljanat. Fakt, që ti përshtatesh kërkesave të rinisë, patjetër. Dësh na bëjmë evente, bëjmë kongrese, bëjmë reuniona e bëjmë për të metë e kreatur të vazhzat anojaren. Si, e vërtet. Nga bëjmë fare gjë. Fjasim drane, fjasim nga në fatto që është e des. Dësh nga bëjmë gjësat attirarim l'attenzione dei piccoli, të të vegjive. Na fjasim nga në fatto që është e des. Drejt. Unë kam sugjeruar publikisht nëpërmjet si gazetar në televizionin ku punoj, në televizionin publik kur isha, nëpërmjet Radio Radikalit, në podcastin që jemi
këtu, kam sugjeruar një marrëveshje të re midis kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, dhe kryeministrit të Italisë, zonjës Meloni. Siç kanë firmosur tashmë 16 memorandume, të firmosin dhe një memorandum të 17, ku të marrin përsipër përgjegjësitë për të ruajtur këtë gjuhë, e cila pas 6 shekujsh, sipas studiuesve të fushës, rrezikon të vdesë. Kjo do ishte zgjidhja sipas meje. Ju si mendoni? Unë mendoj se toket se kryeministrave ka të organizarin edhe një kongres. Një kongres gjusor, po. E onjë krijetar bashkisë nga Komunet Arbëresh ka të dërgoj një reprezentant. Një përfaqësues, po. Nga Katundi i tij. Mimiri. Ka dërgoj një Mimiri që është në fushë më i miri. Tek Katundi im. Për shembull, tek Katundi jot mund të jesh ti që një Jo, tek bashkia ime dërgonja profesore Carmine Stamile. Që është 93 vjeç dhe që ja ka dedikuar të gjithë jetën e tij gjuhës arbëreshe. Të tërë jetën e tij. Dërgonja nga Katundi im, dërgonja profesorin në kongres. Anche perché ai e bëri lavurin, bëri lavurin sa të mësoj gjuhën arbresheve tek skola kreaturve e ai inventarti un metodo. Si, ma ka treguar mua për televizionin publik shqiptar, alfabetizmin edhe metodikën e mësimit. Unë kam parë edhe metodika të tjera dhe alfabetet të tjera si gazetar, që janë bërë të gjitha në mënyrë individuale. Të gjithë këto punë duhen konfrontuar në një kongres gjuhësor që gjuha arbëreshe të unifikohet dhe të mësohet në shkolla me sugjerimin tuaj publik që mësuesi të jetë lokal, që përveç gjuhës së njësuar të mësoj dhe dialektin e Katundit të vetë. Ma u denja se një kongres vej bënur, jo, sembri nga stesu gjindjat, sembri nga stesu profesurëra, che tish vërtet njeri nga ojnë Katund, perché vërtet allora sielim Arberin, perché sielim il territorio, sielim të kështet Arberish, sielim Arbresht. Në kitë fjasin ata që nga në njohin dhe faqe, kitë fjasin ata që në njohin, që fjasin nga dita, që din si fjasu e din si fjet një nga një tërkatund. Ditë si është në diferencë e ditë si mund jetë il valore aggiunto, se gjithë bashkë mund bëjmë më shumë, mund bëjmë më mirë. Po, se ka për shembull fjalë që ju në Cerzeto i keni të italianizuara dhe në Lungro për shembull e kanë më shqipe fjalët, qofse mund kujtohet në një fjalë. Është bicchieri, il bicchiere, pra gota, dhe kjanë thuhet bicchier, Lungër thonë kjelk. Qelq, pra qelq, në Shqip është qelq, është më afër Shqipe. Edhe il verbo leggere. Unë dhe kjanë thonë lejiri, lejirta, ho letto, lejirta. Invece është diovase. Diovasa, shënmitër e thonë diovasa. Allora, si shumë fjaja që kinja buartur, pse fjas Arbreshën nga Kjana, nga Cerzeto, shumë fjaja që kinja buartur, sa të pratikonja gjindjat të kështet, nga tjetë Katunde, i rekuperarta. Po, pasurohet gjua, pasurohet edhe gjua e njësuar, zhvillohet, si që zhvilluar gjua jonë letrare, pasurohet edhe ajo me letrarizime. Letrarizimet janë pjesë e jetës, nuk janë subjektive, nuk janë artificiale. Të gjitha këto njësohen në një kongres. Edhe sigurisht, edhe ti je në favor të një marrëveshje politike, se pa politik, asgjë nuk bëhet pa patur dhe faturën financiare nga pat. Dhe faturën financiare e kanë qeverit. Copertura finanziaria toket un'intenzione politica. Che tiene attaccio mund bëjnë una legge, mund thonë bëhet kështu, mund japin una direttiva comune, perché në shfjasim qendu kështe, një kin kështe, e fjasim e o njeri thot të tejen, e nënkem një... Çdo Katund ka dialektin e vetë. Ju gjegja gjithve, pero kitë bëjmë kështu, allura nga vem të mos njanë. Po pra, kompetentët, për shumë, për këtë gjë, në Cerzeto duhet pyetur Carmine Stamile, apo jo, si personi më kompetent i Cerzetos për këtë pushë. Po, sakt. Okej, unë ju falenderoj për këtë intervistë, në mënyrë veçantë ju komplimentoj për veshjen, që është e bukur, është e kushtueshme, po mbi të gjitha sjell një histori 6 shekullore.
600 vjeçare dhe tregon edhe uzancën arbëreshe të veshit, çfarë ju na treguat, çfarë simbolizonte veshja që dhëndri. Të gjitha këto përbën një histori sipas meje që duhet ta konsideroj UNESCO për t'i dhënë çmimin e duhur. Dhe ju jeni pjesë e kësaj historie dhe jeni pjesë e gjallë edhe me podcastin ton. Na i treguat në mënyrë më të bukur. Jem një pjesë e gjallë, si. Të faleminderit shumë. Kënaqësi, shumë kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit dhe ju që na ndiqni në Artur Nura Channel në podcastin Flasim Arbërisht. Na ndiqni sepse do të kemi intervista të tjera për të bërë më të dukshme komunikimin e gjuhës arbëreshe, që është gjuhë e vjetër e italianizuar me gjuhën letrare shqipe që ne kuptohemi shumë mirë. Faleminderit edhe një herë.